Mjediset e Universitetit Lyq Gurakuqi u kthyen në një skenë artistike, ku muzika dhe interpretimet poetike kishin zënë vendin e orëve tradicionale akademike. Ky aktivitet, i titulluar Muzika për edukimin, traditën dhe inovacionin, i cili erdhi nën kujdesin e profesor Çamil Gjyrezit me mbështetjen e Fakultetit të Shkencave të Edukimit, kishte si synim që të rinjtë të njihen dhe të edukohen me muzikën. Është një aktivitet në bashkëpunim me Shkencat e Edukimit, Fakultetin e Shkencave të Edukimit, me Departamentin e Psikologjisë dhe me studentët që studiojnë psikologji dhe shkenca të edukimit për të kënduar. Por është një marrëdhënie e madhe me shkollën artistike për Jakova, instrumentistët, dhe me korin që falenderoj Admir Leken dhe profesor Anton Kaftallin, dhe me korin e shkollës Branko Gadia të fëmijëve që kanë ardhur me këtu. Rëndësia e muzikës në një shoqëri duhet merret gradualisht. Ajo fillon që të edukimi, edhe me thënë të vërtetën jemi ne që japim rëndësi asaj. Unë falenderoj dhe i grup këngëtarësh në Rum që kanë ardhur me këtu këngën e Hengun Shkodran, i cili është Luj Xhali, është Ledit Umbeta, është edhe Lul Bajrami, por në ditë që është qershia mitort, kam sjell një lahutar, masi lahuta është pranuar në UNESCO dhe kjo është një ditë e rëndësishme. Është një bashkëpunim i cili sot është një shenjë mirë për universitetin, që muzika, ashtu si gjitha fushat e tjera të kenë vendin e saj. Edukimi muzikor duhet marrin rëndësinë që i takon. Në një atmosferë të ngrohtë, studentët dhe nxënës të mbështetur dhe nga orkestra profesioniste e Shkollës Artistike Prenjakova interpretuan pjesë të ndryshme duke dëshmuar edhe talent në muzikë. Pavarësisht se unë studioj për shkencat e edukimit në degën e psikologjisë, dashuria për muzikë ka qenë gjithmonë e para dhe ka me vazhdu besoj gjithmonë. Sot jena mbledhur në këtë aktivitetin që profesor Gjyrezi e ka organizu dhe nga kam lenti ta me bashkë për me na informu sa më shumë rreth muzikës edhe ahengut Shkodran. Dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij aktiviteti sepse sa herë që një aktivitet ka të bëjë me artin, unë jam shumë e frymëzuar dhe kam gjithmonë dëshirë me marr pjesë. Mendoj që arti është ai që i lidh njerëzit, i bashkon njerëzit, i mbush njerëzit edhe i bën që mundi sa më mirë. Ky aktivitet erdhi edhe si një bashkëpunim mes disa institucioneve arsimore dhe kulturore, duke theksuar rolin e tyre në mbështetjen e talenteve të reja dhe të edukimit të tyre me muzikën. Çamil Gjyrezi e ka bërë çdo vit, mos u gabosh, është një gjë shumë e mirë për qytetin e Shkodrës, ku promovon edhe talentet e ri të qytetit.